Të nderuar besimtar, ja ku jemi sot në xhuman e parë të këtij viti. Kaloi një vit me muajt, me ditët, me javët, me orët e tij. Një vit ku gjithsecili prej nesh me mangësitë e tij gaboi. Vallai me mangësinë tonë ne gabojmë shumë. Njeriu është gabimtar nga natyrshmëria e tij. Kështu e ka krijuar i madhi Zot, që njeriu të gabojë, qoftë prej ndikimit të shejtanit të mallkuar, qoftë prej nefsit të vetvetes së tij. Njeriu është gabimtar dhe pejgamberi alayhis salam në hadith na tregon se çdo bir i Ademit, çdo njeri mundet me gabu. Të gabosh është njerëzore, është diçka e cila është në genin e njeriu, në krijimtarinë e njeriu, është që njeriu do të gabojë. Muslimani i mirë është ai i cili e llogarit veten e tij. I llogarit gabimet dhe gjunahet e tij, dhe pas çdo gabimi dhe pas çdo gjunahu, ky njeri nuk bëhet mendjemad dhe kryelart me gabimin dhe me gjunahun e tij. Por ky njeri pendohet dhe kërkon falje tek Zoti, tek Allahu subhanahu wa taala. Vallai të gaboj njeriu është njerëzor. Kanë gabuar profetët e Zotit, njerëzit më të zgjedhur. Se edhe profetët kanë gabu, po vallahi edhe profetët kanë gabu. Dhe Allahu subhanahu wa taala i tregon gabimet e profetëve, gabimet e njerëzve të zgjedhur, që ne të marrim mësim dhe të kuptojmë se gabimi është njerëzor, por edhe të marrim mësim çfarë kanë bërë profetët pasi kanë gabuar. A u sollën ata sikurse ne, me kryelartësinë dhe me kryenësinë tonë? Jo vallahi billah. Qysh në fillimin e krijimtarisë së njeriu? Qysh kur Zoti e krijoi njeriu e parë? Na tregon Kur'an se ky njeri gaboi. Dhe gaboi njeriu i parë dhe do të gabojnë gjithë njerëzit deri në kiamet. Dhe harroi njeriu i parë dhe do të harrojnë gjithë njerëzit deri në ditën e kiametit, deri ku të përfundojë çdo gjë në kjo botë. Gjithë ne kemi ndjuar për historinë e Ademit alayhi salatu wassalam, të cilin Zoti i gjithësisë e vendosi së bashku me bashorten e tij në xhenet, në rehati të mëdha, begati të mëdha dhe në qetësi të mëdha, duke i thënë atyre: qëndroni, hani, pini, lëvizni nëpër xhenet si të doni ju. Por kujdes se ju a kam ndalu një penë dhe ju a kam bë atë haram, mos prekni në të. Mirë po, njeriu gabon dhe njeriu harron. E Allahu subhanahu wa taala tregon në librin e tij dhe thotë: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنْهَا. Shejtani i mallkuar i shtyu ata që të gabojnë. Shejtani i mallkuar i nxiti dhe i cyti njerëzit, krijesën njeri, që njeriu të gabojë. Dhe prandaj themi që është e natyrshme që njeriu të gabojë. Por cili është dallimi ndërmjet nesh dhe ndërmjet profetëve të Zotit? Dallimi është tek pendimi, që Ademi alayhis salam dhe bashortja e tij, menjëherë sa po prekën pemën e ndaluar, menjëherë Allahu subhanahu wa taala i mësoi atyre disa fjalë. I mësoi Zoti vetë disa fjalë se si të pendohen. E Allahu ka treguar në Kur'an dhe ka thonë: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Zoti i mësoi atij disa fjalë dhe ju pendu. Ky është dallimi i njerëzve të mirë. Ky është dallimi i atyre robërve të sinqertë që kemi folur për 3 javë me radhë. Se robi i sinqert i Zotit është ai i cili pas gabimit menjëherë pendohet. Ju që shkoni në xhami keni gabime më shumë se sa ne. Ndoshta keni gabime më shumë se sa ju, por ne kemi një cilësi që ju se keni. Për sa kohë që jeni akoma jashtë xhamisë, tregon që ju nuk e keni këtë cilësi. Cila është ajo cilësi? Pendimi tek Allahu subhanahu wa taala.
ne vim xhami dhe pendohemi tek Zoti i gjithësisë. Ne vim xhami dhe falim namazin, që Allahu na I falin mëkatet tona, gjunahet tona. Ne vim xhami dhe bëjmë dua, që Allahu na ruaj nga zjarri I xhehenemit. Kjo është cilësia e robërve të sinqertë Zotit i gjithësisë. Pendimi I sinqert tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithë ne gabojmë, nga mëngjesi deri në drekë, një Zot e din se sa gjuna kemi bërë. Një Zot e din se sa shikime në haram, një Zot e din se sa fjalë të kota, një Zot e din se sa përbërime, se sa thashetheme, se sa rrena dhe se sa mashtrim. Është njerëzore që njeriu të gabojë, por le të pendohemi sinqerisht tek Zoti jon. Le të mendohemi për të kaluarën tonë. I ke bërë 20, 30, 50 vjeç, 80 vjeç. Alhamdulillah, pendohu sinqerisht. Një fjalë e thjeshtë mund të bëjë ndryshim kolosal, mund të bëjë ndryshim të madh. Mund të falen gjitha gjunahet. Madje pejgamberi alayhis salam na ka treguar se kush pendohet sinqerisht, gjunahet që I ka bërë I kthen Zotin sevapës. Sa madhështor është Zoti. Nuk don Zoti me të dënu, se të donte me të dënu, nuk ta mësonte rrugën e pendimit. Kjo është një rrugë e madhe. Kjo është një rrugë e gjerë shumë. Është një rrugë që ka vend për gjithë. Njerëzit thonë, edhe ti u pendove, ke bo 1, 2, 3, 4, 5. Vallahi, edhe unë jam pendu. Edhe pse kam bo 1, 2, 3, 4, 5. Edhe pse kam bo 100 dhe 100 milion. Unë sërish inshallah do të pendohem, se kam një Zot I cili e pranon pendim. Vallahi, kanë gabu profetët e Zotit, që ishin njerëzit më të mirë, që kishin përpjekjen më të madhe në rrugë Zotit, edhe ata kanë gabu. Përkujtoni këtu Nuhun alayhis salam, një profet I madh, një profet gjigant, 950 vjet vetëm ka thirrë në rrugë Zotit. Ti edhe unë një ditë e thret, ato të shtëpisë dhe I thuj, kam thoj 100 herë, nuk I thu më. I kam thoj gruse hush, kam thoj 100 herë I kam thoj. Nuk duhesh me undalë. Se kështu na mëson feja e Zotit, që nuk duhesh me undal. 10 vite, 20 vite, 100 vite, 950 vjet Nuh alayhis salam, duke e thirr familjen e tij, duke I thirr shokët e tij. Dhe çfarë Davet madhështor, thot Nuh alayhis salam, I kam thirr o Zot ditën, po I kam thirr edhe natën, pa telefona, pa internet, errësim, pa drita, natën duke shku. O Zoti I kam thirr gjithë si popull, o populli im. Pendohuni tek Zoti, se ju çon Zoti bereqet, ju jep fëmijë, ju jep rrezik, ju bën shije kështu me radhë. Pendohuni tek Zoti. Pastaj tha, o Zot, nuk morën vesh gjithë për herë, tek. Subhanallahu, çfarë thirrje madhështore. Duke I thirr tek secilin prej tyre. Mirë po Allahu subhanahu wa taala I tregoi Nuhut alayhis salam, I tha, o Nuh, nga sot nuk ka për të besuar asnjë më. Ato që janë qafira, do mbesin qafira. Ato që janë musliman, do t'jenë musliman, inshallah. Një po Nuh alayhis salam e kishte loçkën e zemrës tij, e kishte qafir. Djalin e tij, subhanallah. Sa e rëndë është për prindin, apo edhe për fëmijën, ta ketë prindërit e tij qafira, ose të ketë fëmijët e tij qafira, Allah mos na sprovo. Dhe çfarë bëri? Nuh alayhis salam, deri në thirrjen e tij, deri në çastin e tij të fundit që anija po lundronte, e sheh djalin e tij dhe I thot, hajde o biri, arkam ma'na, hajde ngjitu me ne, se kjo është anija e shpëtimit. I thot, o Zot, unë do iki atje në Kodër. I thot babait tij, o babi im, unë do ngjitem në Kodër, atje do shpëtoj. I thot, hajde se s'ka shpëtim. E rëndësishme ndodhi përmbytja. Djali I Nuhut alayhis salam vdis si besimtar. Kur ndaloi anija e Nuhut alayhis salam, këtu gaboi Nuh alayhis salam. Cili ishte gabimi në raport me këtë thirrje të madhe që e ka bërë? I drejtohet Nuh alayhis salam Zotit gjithësisë dhe I thot, o Zoti im, o djali im po mbyt. Dërsa ti o Zot më ke premtuar që familjen time nuk do ta turprosh. Kaq ishte fjala e Nuhut alayhis salam. Allahu I lartësuar I tha, o Nuh, ke gabu. O Nuh, ke gabu, sepse djali jot nuk është prej familjes tënde, se ishte familja e Islamit, ajo që do të shpëtonte dhe ajo që do të ngallënje.
Ndërsa djali jote është jashtë familjes së Islam. Gaboi Nuh a.s. me njëherë ju pendu Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu i lartësuar drejtohet në Kur'an me këto fjalë dhe thot: Nuh a.s. tha: o Zoti, djali im ishte i familjes time. Dhe ti më premtove o Zot që nuk do më tërprosh. Ndërsa thot premtimi jote është premtimi më i mirë. Allahu i lartësuar tha: o Nuh, ai nuk është nga familja jote, ai ishte punëkeq dhe ti mos kërko prej meje atë që nuk e di. A gaboi Nuh a.s. është njerëzore që të gabonte. Ishte njerëzore se po kërkonte shpëtimin e djalit tij, më dashurit zemrës për të. E qortoi Allahu subhanahu wa ta'ala duke i thënë atij: o Nuh, ti gabove, prandaj pendohu tek unë. Nuh a.s. tha: o Zoti im, unë mbështetem tek ti që të mos kërkoj prej teje atë çka nuk kam njohuri dhe nuk kam dituri, e nëse ti o Zot nuk më fal, unë nuk do t'jem i fal. Kaq pak ka boj Nuh a.s. dhe me njëherë u pendu tek Zoti i gjithësisë. Kaq pak gaboi Ademi a.s. dhe me njëherë u pendu tek Zoti. Po sa herë ne hajmë haram, sa herë ne marrim haram, sa herë ne vjedhim haram, sa herë ne flasim, rrejmë, mashtrojmë, a nuk duhet ne që të pendohemi më së shumti tek Allahu subhanahu wa ta'ala? Allahu i lartësuar thot në Kur'an: kërkoni falje Zotit tuaj sinqerisht dhe pendohuni tek Zoti juaj me të vërtetë. Allahu është mëshirues dhe është shumë i dashur. Don shumë Zoti që ta falje robën e tij. Pa marrë parasysh se sa gabime ke bërë ti edhe unë, Allahu i lartësuar don shumë që të fali ty edhe mua. Ne t'i përmendim shkurtimisht 5 kushte kryesore të pendimit. Pra, që të pranohet pendimi tek Zoti, si duhet me e bërë këtë pendim? E para, pendohu sinqerisht tek Zoti. Me sinqeritet plot vetëm për Zotin. Mos thuaj, ka thënë dikush, ishe filan haram, e hoqa, për ty po e bëj për Allah. Gjunahun lene vetëm për hir Zotit. Ja se po thot shoku, miku, hoxha, tjetri. Leje gjunahun sinqerisht vetëm për hir Zotit. Dhe thuaj, o Zot, kam bërë çka kam bërë, mi fal o Zot, nuk e bën. Pendim i sinqert tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E dyta, kushti i dytë, njeriu që t'i pranohet pendimi duhet patjetër që ta ndjejë pikëllimin e gjunahut. Dhe thot vallai, pas kam bërë gabim. Vallai, kam qenë gjunafçar që e kam bërë filan gjunah. Dhe pastaj të pendohet sinqerisht tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Kushti i tretë, largimi i menjëhershëm nga gjunah. Largimi i menjëhershëm nga gjunah. Ti mos thuj, po pendohem dhe vazhdon me gjunah. Mos thuj, jam pendu dhe akoma je duke vjedhur. Akoma je duke hyrë hak tjetër. Akoma je duke rrejt. Akoma po pi. A duke pi alkool të thonë jam pendu. Po ti e ke ndorë, ala si ke heq. Nuk është ky pendim i sinqert. Kushti i katërt është që njeriu të vendosi me zemrën e tij që mos i kthehet më atij gjuna. Vendose sinqerisht me zemrën tënde që çdo gjuna që e lën nuk i kthehet më atij. E nëse i kthehesh, sërish boje pendim. E nëse i kthehesh, sërish boje pendimin dhe u kthesh me miliona herë në gjuna, sërish pendohu se Allahu ta pranon ty pendimin tënd. Dhe kushti i pestë është që pendimi të bëhet para se me kalu koha. Para se të vdet, ose para se të ndodhi kiameti. Nëse njeriu vdes me gjunahet e tij, atij nuk i pranohet më pendimi i tij, edhe pse njeriu kur vdesi, njeriu gjunaqar do thotë o Zot më kthe edhe herë, por nuk ka më afat. To janë minutat, to janë çastet e tua dhe të mia, prandaj pendohuni tek Allahu subhanahu wa taala, le të kërkojmë ne falje për Zotin ton për gjunahet që i kemi bërë në të kaluarën, ato që po i bëjmë në tashmen dhe për ato që do t'i bëjmë në të ardhmen. Allahu na i fal gabimet tona. Allahu na mëshiroft me mëshirën e tij të madhe. Allahu na fal gjunahet që ne i dimë dhe gjunahet që si dimë. Gjunahet të cilat na kujtohen dhe gjunahet të cilat nuk na kujtohen. Allahu na fal me prindërit tanë, të afërmit tanë, gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.